Me rritjen e temperaturave në mbar Kosovën, gjarprind bëhen më aktiv, veçanërisht në zonat rurale, fusha, pyje, madje edhe afër shtëpive. Ndër speciet që gjenden në Kosovë, vipera ose në përka është më helmuesi dhe ndërsa kafshimet janë të rralla, ato mund të jenë të rrezikshme nëse nuk trajtohen shpejt. Prandaj Fondacioni për të drejtat e kafshëve ka kërkuar kujdes të shtuar. Kjo pasi sipas tyre moti më i ngrohtë do të thotë se gjarprind të rishfaqen në hapësira të ndryshme. Ata kanë dalë edhe me një manual dhe disa këshilla nëse hasni në gjarprind. Ku mund të shihni gjarprind? Në shkëmbinj, shtigje malore dhe rrugë, fshehur në barë të gjatë, shkure, grumbuj druri ose në mbeturina, pranë burimeve të ujit ose pikave me hije gjatë vapës. Si t'i shmangni gjarprind? Mbathni këpucë të mbyllura dhe pantallona të gjata kur ecni në natyrë. Përdorni një shkop për të shushuritur butësisht shkuret ose barin përpara jush. Mos ngritni gurët ose trungjet pa kontrolluar më parë. Shmangni ecje në përbar të gjatë pa një shtek të dukshëm. Mbani oborret dhe pronat të pastra. Largoni grumbujt e drurit, mbeturinave dhe barërat e këqija. Nëse shihni një gjarpër, mos u përpiqni ta vrisni ose të afroheni shumë, qëndroni të qetë dhe largohuni ngadalë. Edukojeni fëmijët të shmangin gjarprind dhe të njoftojnë një të rritur nëse hasin në një gjarpër. Nëse kafshoheni nga një gjarpër, sidomos një në përk, qëndroni të qetë, paniku rrit rajet e zemrës dhe e përhap helmin më shpejt. Imobilizoni gjymtyrën e kafshuar, mos e thithni helmin dhe mos e preni plagën. Telefononi me njëherë shërbimet e urgjencës 112 ose shkoni në spitalin më të afërt. Nëse mundeni keni parasysh pamjen e gjarprit për trajtim, por mos rrezikoni sigurinë tuaj duke u përpjekur ta kapni ose fotografoni atë. Mbani në mend, shumica e gjarprinjve në Kosovë nuk janë helmues, madje në përkat kafshojnë vetëm nëse kërcënohen. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në ekosistem, duke kontrolluar brejtësit dhe dëmtuesit. Le të qëndrojmë të sigurt dhe të informuar dhe të respektojmë jetën e egër, duke mbrojtur veten dhe komunitetet tona.